Përshëndetje, mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Dhe tani le të fillojmë me parashikimin e muajit korik për shenjën e Virgjëreshës. Virgjëresha, java e parë e korikut do të jetë një javë delikate, do të jetë një javë me stres, me lodhje, me ngarkesë të fortë psikologjike. Një javë që ju do të mendoni shumë, do të analizoni gjërat më shumë se ç'duhet, deri në pikën që do ta shikoni gjithçka të zymt, pa zgjidhje. Do të jetë shumë e rëndësishme në këtë javë që t'jeni aktiv, të dilni sa më shumë, të ecni, të shpenzoni kohë në natyrë, të gjeni një formë për ta menaxhuar stresin, sepse Mërkuri, planeti që ju udhëheq, është në prapavi, është i kthyer dhe është në gafore, dhe kjo sjell tema që kanë të bëjnë me shtëpinë ku jetoni, tema që kanë të bëjnë me familjen tuaj, sjell problematika që lidhen me prindërimin ose me dëshirën për të pasur fëmijë, për shembull virgjëreshat që janë single gjatë kësaj kohe mund të kenë mendime të natyrës po, gjithë shoqëria ime është martuar, unë kam mbetur pa martuar, gjithë janë bërë me fëmijë, unë kam mbetur pa fëmijë, si do ja bëj, do vi një moshë që do kem nevojë për dikë që kujdeset për mua, do mbetem vetëm fare, kur mos kem dhe prindrit, si me kë do jem, s'kam askënd në jetën time, ndjem vetëm, pra këto mendimet e zymta në këtë formë, dikush mund të ketë problematika që lidhen me familjen, nuk kuptohemi në familje, nuk nuk vlerësohem sa duhet, nuk më do familja e partnerit ose e partneres, në çift ka mosmarrveshje, data 4, sidomos është një datë që duhet keni shumë kujdes, sepse Marsi, planeti i luftës i agresivitetit, është bashkë me Uranin, planetin e rebellimit e gjërave të papritura, në binjak që po udhëhiqet nga Mërkuri, një lloj si ju. Pra këtu mund të ketë diskutime në familje, mes prindërve, motrave, vëllezërve, në çift, biseda nga më të ndryshmet, mund të keni edhe pakënaqësi që lidhen me shtëpinë, dikush mund të thotë u bën kaq vite, kemi mbetur me qira, nuk kemi marrë akoma shtëpinë tonë, apo dikush mund të thotë e kemi marrë këtë shtëpi, kjo shtëpi është shumë e vogël, zona nuk është e mirë, as sikur të kishim një shtëpi në një zonë tjetër, të ishte një shtëpi më e madhe, të kishim më shumë ambient, apo s'kemi para që ta rimodelojmë shtëpinë, pra tema nga më të ndryshmet që lidhen pikërisht me familjen, që lidhen pikërisht me fëmijët, për disa, për dikë mund të ketë shqetësime që lidhen me shëndetin e fëmijës, me diçka që mund ta shikoni si pasgjidhje, mund ta shikoni shumë të vështirë për disa virgjëresha. Kjo ngarkesë e madhe, mënyra më e mirë për ta menaxhuar është për t'i thënë vetes her pas here virgjëresh që se ti e mendon këtë gjë në këtë javë të parë të korikut, nuk do të thotë që situata nuk ka zgjidhje. Mendimet ndryshojnë, gjërat ndryshojnë, nuk janë të vazhdueshme. Thuaj vetes kjo është diçka kalimtare, situata do përmirësohet, do bëhet më mirë, do e gjejmë një zgjidhje, do e menaxhojmë, do arrim ta rregullojmë edhe këtë gjë. Është një sfidë, jeta ka sfida nga më të ndryshmet. Është një sfidë, por është kalimtare, do e zgjidhim, do i gjejmë anën edhe kësaj problematike, gjithçka do bëhet më mirë, gjithçka do ecë ashtu siç ti dëshiron. Duhet japësh guxim dhe kurajo vetes, po sa më shumë dil, sa më shumë shpenzo kohë jashtë, në natyrë, në ajër të pastër, të qëndruarit mbyllur, do ta shtoj stresin, do ta shtoj mërzinë, mund t'ju çojë deri në paranoja, si virgjëreshat janë shenja që vuajnë më shumë se çdo shenjë tjetër nga ankthi, dhe aq më tepër kur futesh në ato labirintet e mendjes tënde që ti vetëm e sheh gjithçka problem këtu, çdo gjë është një problem, çdo gjë është një blllokadë, çdo gjë aty vërtet ke nevojë të ta stoposh veten, të thuash trurit ndalo, mos mendo më, dil, dhe kjo është forma më e mirë për ta menaxhuar këtë situatë, sepse do përmirësohet si energji. Java e dytë do të jetë një javë shumë herë më pozitive, me datë 9 korik futet Afrodita, planeti i dashurisë, të bukurës, i romancës, po që lidhet edhe me parat, futet në shenjën tënde në virgjëresh, dhe pavarësisht së brëndshmi dhe në mendjen tënde ti do kesh shumë stres, do kesh shumë ngarkesë,
Si jashtëmi do duket shumë bukur. Periudha e vitit kur ti e ke afër ditën në shenjën tënde është periudha ku dukesh më bukur, ke atë sharmin, ke atë elegancën, ke atë nurin që themi më të bukur për gjatë gjithë vitit. Dhe së jashtëmi njerëzit do të komplimentojnë shumë në këtë kohë, virgjërisht do të thonë, ua sa bukur dukesh, sa mirë, çfarë ka ndryshuar tek ty, dikush mund të thotë wow, ke rënë në peshë, ndërkohë që ti mund të kesh rënë në peshë nga që nuk e ngrënë sepse ke stres edhe ke halle probleme të tjera, po njerëzit do ta shikojnë si diçka pozitive, shikojnë një person që do të jetë shumë i vëmendshëm ndaj teje, dikush që ka energji të fortë, zjarri, ka ascendenten ose shenjën e diellit në dash, në luan ose në shigjetar. Ky do të jetë një person që do të kërkoj një takim, për disa virgjëresha mund të jetë një njohje interesante që lidhet pikërisht me një flirt, me një romans, një person që thot hajde dalim, shkojmë diku, të komplimenton vazhdimisht, e kërkon vëmendjen tënde me këmbgulje, për dikë mund të jetë një person pjesë e shoqërisë tënde, një person i njohur, dikush që e sheh këtë ngarkesë që ti ke dhe do të të ndihmojë dhe forma që gjen është duke dalë, duke u argëtuar, duke mos i menduar gjëra, duke shijuar atë çka jeta të ofron, që mund të jetë një ditë e bukur në plazh, natyrë, të shikosh perëndimin e diellit, të shkosh në një vend të argëtohesh, një restorant, të konsumosh ushqimin tënd të preferuar, çfarë do qoftë për ty, energjia e këtij personi në javën e dytë do të ketë një impakt shumë pozitiv për të të rikthyer buzëqeshjen, për të të rikthyer humorin. Java e tretë sërish sjell disa problematika që lidhen me familjen tënde. Kjo do të jetë një javë ku shikoj gjërat, do të kesh mërzi, do të mbetet pak hatri me persona që janë të brendshëm të familjes tënde. Rreth datës 14 sidomos, shiko se çfarë do të ndodhë në atë kohë, sepse kemi një hënë të re në gafore. Hëna e re shënon gjithmonë një cikël të ri. Dhe në momentet caktuara, virgjëresha, ju keni pak atë tendencën, doni të rregulloni jetën të gjithëve, doni të bëni për të gjithë, doni që të gjithë të jenë mirë, edhe të shërbeni, të bëni për të tjerët. Ndonjëherë ty mund të lëndoj ta shikosh një person që ti e do, një person që e vlerëson, një person që është njëri i gjakut tënd, është person i familjes tënde, të vuaj apo mos marr vendimet e duhura. Por ndonjëherë duhet i lësh njerëzit të bëjnë gabimet e veta, duhet i lësh njerëzit të kalojnë eksperiencat e tyre, duhet i lësh njerëzit që ti ta shijojnë jetën ashtu si ata duan. Dhe ti të mendosh për lumturinë tënde, për atë që ty të bën të lumtur, pavarësisht se ndoshta ajo që ty të bën të lumtur nuk është diçka që familja aprovon, apo zgjedhjet e familjes nuk i aprovon ti, sido që të jetë situata, mendoje si një cikël të ri, mendoje si një fillim të ri, mendoje si diçka, një ndryshim, sepse atë çfarë ti mund të kesh menduar si fëmijë apo ç'ke menduar vite më përpara me realitetin e situatës që je, është shumë ndryshe. Çdo person është i rritur, bëhet fjalë sigurisht jo çështje që kanë të bëjnë me fëmijët, por çështje që kanë të bëjnë mes anëtarëve të familjes, ku të gjithë janë të rritur, secili merr zgjedhjet e veta dhe bën atë çfarë mendon se është më e mira. Plus që me datë 23, më në fund 23 korik, Mërkuri kthehet drejt, edhe aty pastaj ti çlirohesh. Të gjithë këtë ngarkesën e madhe, të gjithë të stresin, të gjithë të debatet, të diskutimet, këto keqkuptimet në familje, të gjitha aty sheshohen, ti fillon edhe i shikon gjërat komplet në një këndvështrim tjetër, i kupton që shumë marrëdhënie janë me interes, asgjë nuk bëhet si dashuri pa kushte, që ti mund të kesh menduar vite më përpara që do e bëj këtë gjë se familja të do pa interes, se familja të do pa kushte, se duhet ta përkrajmë njëri tjetrin. Por do të kuptosh që vjen një pikë ku edhe personat më të afërt me ty kanë
kanë një interes, se i bëjnë gjërat sepse presin diçka, presin një kthim apo presin të kërkojnë të marrin diçka prej teje. Kjo do të jetë edhe një e vërtet që do të krijoj më tepër pavarësi brenda vetes tënde, pavarësi në atë pjesën e fajt që mund të kesh ndjerë më përpara, do të kesh një çlirim, do të ndihesh më mirë, më i veci si vëgjëresh më e relaksuar, sidomos në javën e fundit. Javën e fundit, sepse shoh në këtë javë një situatë ku nëse ti ke dhënë më përpara dikujt, ke ndihmuar një person në momentin që ti ke pasur mundësi nga ana financiare, ky person tani nuk do të të ndihmojë dhe ti ke nevojë, ajo ndihmë nuk do të kthehet një lloj ose do të vijë me shumë kushte. Për disa virgjëresha kjo është një situatë që ka të bëjë sidomos nëse je duke menduar të marrësh një kredi apo të bësh një aplikim në shtet për një ndihmë sociale apo të detyrohet dikush një shumë parash, shikoj që mund të mos ta marrësh, të të mos aprovohet ajo kërkesë që ti do të bësh në shtet sidomos. Nëse kërkon për hua në një bank, mund të vi me një interes shumë më të lartë ose me një shumë të të aprovohet një shumë e pamjaftueshme për planin që ti ke, për nevojat që ti ke. Për personat e tjerë kjo është një çështje më private, kjo është një çështje që ka të bëjë me njerëz që ti i njeh, me persona që mund t'i kesh ndihmuar më përpara në një kohë të caktuar dhe tani që ti ke nevojë e shikon që nuk të ndihmojnë, nuk t'japin atë përkraje që ti ke dhënë dhe kupton atë pjesën e interesit që gjithçka është me interes, gjithçka është më jep kaq, të jap kaq dhe ndonjëherë ajo pritshmëria është shumë më e lartë se sa ndihma që të japin, se sa shuma që do të japin. E siç ju thash, kjo është diçka e mirë, të zhgënjen për momentin, por të bën edhe të kesh më tepër pavarësi. Do të jetë rreth datës 29, sidomos 29 korrik, sepse kemi hënën e plot në ujor. Hëna e plot gjithmonë sjell të vërteta në sipërfaqe, prandaj duhet parë me vëmendje cikli i hënës, kur është hëna e plot gjithmonë dalin gjëra që janë të rëndësishme për të bërë të kuptosh njerëzit që ke rreth rrotull, situatën tënde aktuale, gjithçka. Dhe kur është në ujor, lidhet me pavarësinë tënde. Janë gjëra që ty të shtyn të punosh më shumë, të kesh më tepër liri, pavarësi, kontroll total të jetës tënde. Të mos varesh nga askush, për asgjë, qoftë nga ana financiare, qoftë për ndihmë në përditshmëri, qoftë për nevoja të tjera, pra të bësh lumturinë tënde prioritet, sepse edhe nga orakulli mesazhi për ju virgjëresha thot happiness, pra lumturia jote, bëj lumturinë tënde, shiko dhe numri 15, 1 plus 5 bëjnë 6, letra e fundit është pikërisht 6, 6 lidhet me familjen, mos u varë tek të tjerët, mendo për lumturinë tënde, mendo çfarë është më e rëndësishme për ty, mos mendo që pse ke bërë ti diçka për një person, ke dhënë dashuri pa kushte në një moment të caktuar, do të ta kthejë edhe ty tani të t'jap dashuri pa kushte. Jo, nuk është garanci, ti mund të bësh edhe ajo nuk të kthehet asnjëherë. Prandaj nëse në të ardhmen, kjo do të jetë një nga mësimet e këtij muaji, nëse në të ardhmen ti vendos të bësh diçka për të tjerë, bëje nëse ti do dhe nuk pret absolutisht asgjë në këmbim. Në të kundërt do të kthehet në zhgënjim. Okej, virgjëresha, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin korrik. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim dhe dëshironi të rezervoni një lexim privat me mua, mund të rezervoni direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit. Mirupafshim.